Unë e kumë thonë edhe më herët dhe thamë prapë. Kanë ro sporti edhe shumë sportiste edhe i kanë qelë sytë politikanëve, se politikanët tonë kanë menu që futbol s'luhet kur në Kosovë. Në pas menu që luhet futbol në Kosovë, të pak të një këshumë posë bëllin ja 2 stadione. Unë menoj që këta kanë menu që nalë du të me lujtë para ora gjithë, nasë du të me lujtë futbol kur, thëmija të nësë du të me dollë në Evropë kur, sepse nuk të lenë menu në ryshe, nuk lenë. Stadioni Prishtine, stadioni Fadil Vukri, ku lunë sot komtorja jonë, falë investimit kohën e fundit edhe sot do këtë tamon stadion, se kemi pas probleme edhe ku mi lujtë, ne si komtore kemi lujtë në Shqipni. Domthonë është e pa falshme për një shtetë që është Kosova, për mundësit që i ka pas, s'po thamë për një individ ose për një partit të caktume, po thamë për gjithë njerëz që kanë pas, sepse s'ka lidhje se ajo është të gjithëve. Tash, kur është mirë, na bjen mirë hisë tonë, kur është keq, na bjen tonë, na pjesë që soi na jena. Amon, më na gjetë në këtë vetë, domthonë me një stadion, ose para se mu renovu stadione, mos me pas një stadion ku lujmë na, unë me të vërtetë do të më na orë keq edhe do të më na orë të morë. S'peshti edhe vetën, amo, sidomos politikaj që i kanë dhejtë shtetin edhe kanë pas mundësi, unë i di se Kosova ka pas mundësi me bu një stadion. 1, 2, 3, shumë. Shumë ka pas mundësi. Tash, na sot lujna futbol, fol investimeve, domon, s'po du tash me i ma thellë, po du me thonë që qëto stadionit që janë, qëto i ka bo Federata Futbollit të Kosovës, me qëto ku lujna. Domon, Drenas ka punu komuna, Rames Laderovës që ka bo fantazi, në Gjakova ka bo Ardian Gjini që tash, edhe stadionit sintetike që i kemë, domon, tjera stadionit nuk që kanë qenë ma heret, 89 është domon, gjithmonë qaj stadionit, për në lyqe tjera stadiona nuk kemi. Unë menoj që na këna mri, për te kushtet që i kemë, na këna mri si shtetë shumë. Edhe si komtore, edhe si ekipe, edhe qysh do që e mërsh, unë menoj që ti mës shkomanina ti ma para shumë një kohë që kur me Linda Kelmendi na ka bu krenor tonë, këtë edhe s'ka pos që i ka ku stërvit.